Ja, popull shqiptar. Me datë 8/4/2026 në orën 13:00 në dhomën e Këshillimit, gjyqtari Genti Dogollari kalon në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë Tiranë me numër protokolli vendimin 333/71, regjistri themeltar, datë 3/7/2024, gjykata e shkallës së parë të penal kalon në fuqi vendimin e Gilta Hoxhës. E falenderoj shumë këtë gjyqtar se prokuroria e Tiranës po na çon drejt vetgjyqësisë dhe do me fut edhe më sherr të shti edhe gjykatën penale, gjykatën administrative penale. Por Genti Dogollari dhoi një vendim siç e ka dhënë edhe ajo në shkallën e parë Gilta Hoxha. Kalon po atë vendim që ne ma shkojmë ke vetë gjyqësia, por të ketë drejtësi. Të shi do provojmë edhe prokurorin e Tiranës Arend Shelës i bëj thirrje publike që ma shkojmë ke vetë gjyqësia këtë çështje ta mori vetëm Arend Shela, se nuk kom besim as ke një, do të provoje në Arend Shelën që mas të thot pastaj se që u bo që s'u bo. Vetëm me Arend Shelën ta mori këtë, kur shkoj kjo çështje ta mori vetëm Arend Shela, siç mori atë që vrau gjyqtar